Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi së bashku përsëri në emisionin Përqase. Dhe sot do t'i përqasemi poezisë. Do t'i përqasemi poezisë së një autori krejt të veçantë, dhe sigurisht do ta bëjmë këtë emision si omazh të autorit që nuk jeton më. Në fakt do t'i përqasemi këtij libri me poezi, Njeriu në Penn Station, Avni Mulaj. Dhe sigurisht besoj që vlen kur njeriu nuk jeton më, ka lënë diçka, dhe poeti ka lënë poezinë. Nëpërmjet poezive ka lënë mendimin e tij, eksperiencën e tij, dhe përgjithsisht për poetët eksperiencat jetësore janë dramatike, janë të vështira, dhe sigurisht kanë dhe momentet e bukura të tyre. Si çdo njeri, vetëm se ke poeti nëpërmjet poezisë ato nënvizohen, bëhen më të skanuar dhe më të lexuar. Dhe sigurisht për ta bërë në raport me poezinë, unë kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që e ftuar në emisionin Përqasje sot është një tjetër poete, Julieta Lleshanaku, por që vjen në këtë emision si redaktore e këtij libri. Dhe përsa unë lexova parathënien, duke që kishte mjaft pasion në punën tuaj për ta redaktuar këtë libër dhe sigurisht për ta vendosur në radhën në rrjedhën e nevojshme si poetike ashtu edhe konceptit redaksional. Vura re në parathënien që kishte momente jetësore, pra ju njiheshit personalisht me të. Mund të më thoni diçka për njohjen personale me autorin, i cili nuk është shumë i njohur, por besoj që brenda radhëve flet me mjaft eksperiencë jetësore, dram, por sigurisht edhe me element poetik të rëndësishëm. Cila është njohja dhe pse ju e redaktuat këtë libër si poete, bëni redaktore? Vërtet ka qenë një moment shumë interesant. Unë e kisha lexuar Avniun. Avniu botonte rregullisht në gazetën Drita të viteve 80, kur gazeta Drita ishte në kulmin e vet. Dhe më pëlqenin shumë. I kish poema, poezi të gjata. Në vitin 2008-2009 unë shkova me një bursë në Institutin Black Mountain në Las Vegas, që është një bursë për shkrimtar. Në një nga ishte recepcioni i parë që jepte instituti, natyrisht ftoi përfaqësues nga gjithë fakultetet, nga gjithë universiteti, dhe atje erdhi dhe Pino Dollani bashkë me kolegët e vet të shkollës filmit. Flas dhe për Pirën aty, një burr i jashtëzakonshëm, që ishte dhe miku i ngushtë i Avniut dhe Teutës, shoqe, si njohim gjithë, sidomos dursakët. Dhe vetëm 2 javë më mrapa unë uftova në shtëpinë e Piro Dollanit për dreku me Pirën dhe Friden, atje takova dhe Avniun dhe Teutën, dhe Ladin e Shankën, një tjetër çift goxha interesant shqiptar. Pra ishte një komunitet i vogël, miq të lidhur shumë ngushtë bashkë, që ndanin gjithçka mes tyre. Siç e kam thënë në parathënies, kur e takova Avniun, domethënë përshtypja e parë ishte, perceptimi i parë ishte krejt fizik, lëkura e tij shumë e hollë, shumë e hollë. Përgjithsisht e ka njerëzit që rriten në ajër të pastër, në veri. Ose korçarët, ose tropojanët, ose kuksianët, domethënë është tregues shumë i saktë lëkura dhe nuk u habita për morales. Mund përdoret ky për kufizim pse? Jo, është në vërtet ajri i pastër, ajri, cilësia, kualiteti i ajrit ndikon shumë në cilësinë e lëkurës, edhe në cilësinë e jetës si rezultat. Kështu që unë nga njerë jam e saktë kur përcaktoj domethënë origjinën në varësi të cilësisë lëkurës. Dhe për një herë më kujtu që vërtet i kisha shumë njohur si emër Avniun, përveç tjerave më kish folë dhe Botusi, Ombra, ata kishin një plan, një projekt botimi me Avniun. Avniu ishte në përgatitje të një libri, ndërkohë kish kontaktu Gzim Tafën për botimin e këtij libri dhe kisha një mesazh, domethënë le të themi isha mesazherja kisha një porosi për Avniun. U bashkuan gjitha bashkë. Për këtë projekt? Besoj se për këtë bëhet fjala. Dhe Avniu, përshtypja që kisha për Avniu është një burr shumë i matur, shumë i kujdesshëm me fjalën. Pyeste shumë, pyeste dhe dëgjonte. Nuk fliste për veten. Domethënë shumë pak, vetëm nëse pyetja ishte, domethënë ishte direkte për te. Pyeste shumë për letërsinë shqipe, pyeste shumë për politikën. Pyeste dhe unë vura re që vërtet ai ishte goxha më informuar se unë, domethënë ishte kontakt me çdo gjë, me gjithë rrejat literare që ndodhin në Shqipëri. Bile fliste në mënyrë specifike për libra të veçantë, për autorë të veçantë, nganjëherë dhe për poezi ose romana apo tregime të veçanta. Kështu që gjitha kjo nuk ishte në vërtet ai ishte tepër kurioz, pa ishte ai donte të hapë një shtek komunikimi, modesti edhe një shtek komunikimi. Dhe por me kujdes foli dhe për këtë projekt, domethënë për librin.
Kur e takova, unë nuk duke keq me shnet, por ati kuptova që sa po kish kalu një operacioni, kish mbjetu një operacioni, situata duke mirë, vonë u rihapën problemet, u marrë vesh që në vërtet kishte diçka fatale, po zgjati një vit, dhe ju desh përballonte një, domethënë spitale analiza është i procedurë goxha e sikletshme për gjithë. Dhe problemi është që Avniu, në momentin që unë e takov, po punonte me këtë libër, domethënë ai është një projekt goxha, sepse janë 4-5 libra të përfshirë, është një collected, një përmbledhje. Edhe një punë goxha dinjitoze, Ombra GVG-s, shoh me të njëjtën karakteristikë të parë, kështu përgjithsisht punon. Dhe problemi është që unë kur e mora këtë libër, e ti ndjej që është një libër i papërfunduar. Do thotë që a ishte një libër në proces, a i thjesht u smur dhe nuk ishte mundësi dhe me thënë të... Megjithëse procesi redaktimit, korrektimit është një procesi pa fund, për secilin nga shkrimtarët, por a i thjesht nuk pati më shansë punonte më gjatë me te. Unë e mora me shumë kënaqësi, një herë e para për atë lloj relacioni që krijova me te, është një burr i jashtëzakonisht interesant, shumë fisnik, tepër fisnik. Unë se kam njohur personalisht, po në njëri që e donte Shqipërinë, thellësinë e botës mendimit, për sa vargje lexova këtu, domethënë më duket me një filozofi mjaft të thellë, që her pas here duhet i rikthehesh. 2-3 vargjeve duhet i lexosh disa herë për t'i kuptuar. Shoh botë filozofike shumë të thellë. Ai ishte tip meditativ, domethënë ti e kuptoj me të parën që Avniu ishte njëri i cili nuk integroi kollaj askund. Domethënë ishte sepse ishte natyrë shumë individuale, shumë private. Gjithë bota e tij është meditim, është poezia, në thelb poezia është meditim. Gjë që siç e tha dhe ju reflekton atë libër. Dhe le t'i kthem procesit të redaktimit. Unë u përpoqja të hy në mendjen e poetit. Domethënë, redaktimet e mia janë thjesht përpunime të lehta si përfaqësore. Pa i prekur atë kodin genetik të Avniut. Domethënë thjesht u përpoqja ta kuptoj që atje që mund të ishte diçka teknike, një varg që ai shumë mirë, domethënë mund ta kishte ndryshuar vetë, po të kish mundësinë të kish më tepër kohë punonte me atë libër. Domethënë jam përpjekur ta lëmoj pak, por pa e cënu originalitetin e mendimit të Avniut. Ai që nga libri njëherë më duket që nga titulli është një titull shumë i gjetur dhe është titull alegorik. Ju që keni jetuar atje sigurisht ka nevojë për interpretim për ata që nuk e din. Penn Station është stacioni qendror i trenave në New York. Domethënë, në mënyrë alegorike, në opinionin tim, Avniu ka dashur të thotë jeta e njeriut në kryqëzim, është kryqëzim të historisë, kryqëzim të fatit, në kryqëzim çdo gjëje. Jeta gjithkujt është në kryqëzim, po zëmos jeta dhe kryqëzuar në një farë mënyrë nga pikpamja e poetit, po themi kristian. Kryqëzim të sistemeve, domethënë Avniu njerëz pari, domethënë le të themi përfaqëson një histori, është njëri i cili ka jetuar në 2 sisteme. Domethënë sistemi komunist, sistemi demokratik, pseudo-demokratik dhe demokratik. Domethënë po ti marrësh, ai është një gjendje të krijojë një vizion të qartë mbi politikën pikërisht për shkak të kësaj eksperience, që është eksperiencë politike, eksperiencë historike, tjetra, eksperiencë gjeografike. Pra është një shqiptar i cili është nga Tropoja, është nga Tropoja, shpërngulet në Durrës, i duhet kaloj goxha peripeci, dhe pikërisht atëherë kur duket sikur jeta gjithkujt momentit fitoi një lloj stabiliteti, Avniut i takon të shkojë të fillojë nga zero, domethënë komplet një jetë tjetër diku tjetër, dhe janë shumë të bukura, shumë interesante momentet si përshkruan përgatitjen e bagazheve për të nisë drejt Amerikës, bauleve siç e quajnë, domethënë është dramatike, është dhe groteske në llojin e vet, si gjithkund tjetër, nëse keni vure, poezitë e Avniut janë një përzierje tironisë, të dhimbjes, dashurisë dhe të groteskut. Meqë po unë pak në këtë që interpretim që bëni ju e lexoj në 4 vargje, në poezinë ditët, absurde të numërosh, sa kanë mbetur, ikur, sa kanë mbetur të paguash, ose të paguajnë për ditët. Besoj që këtu ka filozofi dhe fakti nuk e di datën e shkruajtjes të kësaj poezie. Borxhet që kemi dhe borxhet që na kanë, kur i thonë. Dhe e di çfarë është tjetër interesante në poezinë e Avniut është, megjithëse i takoi të jetoj shumë vjet në realitetin amerikan, që do thotë brenda një realiteti tjetër kulturor, që mund të jetë shok për gjithëkend, brenda një realiteti tjetër letrar, domethënë ne kemi të bëjmë me një shkollë ose me një kulturë komplet tjetër shkrimi nga kjo e jona.
Megjithatë ai arrin të kapërcej me finesat e habin, le të themi. Do të thënë, Avniu nuk shkruan si amerikanët. Do të thënë, kur them është i pa integrueshëm, është në sensin pozitiv. Avniu shkruan me të njëjtin stil si ka shkruajtur prej fillimi. Po ta marrësh deri diku pak më sportiv, pak më sofistikuar, cinizmi është pak më elegant. Por, ai arrin truan një lloj, domethënë arrin të ngelet besnik stilit vet prej fillimi, një stil që e krijoi këtu. Ndërkohë që merret me probleme që janë universale, domethënë me çështje të cilat merret dhe një amerikan. Amerika nuk është një habi për te. Nëse ai arrin ta shoh një mënyrë kaq të shoh ironinë tek Amerika, kjo tregon që ka kapërcyer ato habite vogla. Një qytetari, domethënë që kalon nga një formë realitetit në tjetrën. Është ajo në thelb të këtij, është ajo natyra meditative, është filozofia. E shikon Amerikën me sy të Homerit, për shembull. Verbëria mashtruese e interpamjeve verbëruese. Dy fjalë, por që thon shumë. Ta shikosh Amerikën, jetën në Amerikë, në Penn Station, ku ju në metaforë ju referuat të kryqëzimeve. Besoj që është shumë domethënëse, dhe kur ju i referuat periudhës së dritës me poema, me poezi, me pak fjalë. Ka thënë shumë dhe edhe ka dhe një gjë. Sa një poem. Eksakt. Për ata që e njohin Penn Station, më thënë vizualisht i krijon edhe e ka perceptimin shumë i gjerë. Nuk e kam jetuar, por sigurisht jo, është një stacion gjigant treni, por problemi që New Yorku është, çështja se New Yorku është një qytet kozmopolit. Dhe fjala kryqëzim ka shumë më tepër kuptim se gjithkund tjetër. Edhe ajo që të ngjelet me janë njerëz që turren drejt destinacioneve të ndryshme, për në thelb të gjithë duke njerëz të humbur. Përpiqu të shohësh atë deshifrosh shprehjen e fytyrës të këto njerëz. Duke si njerëz të humbur, turren për këtu, turren për atje, një ritëm i jashtëzakonshëm. Dhe gjithë këto duke si të humbur, sikur po shkojnë diku pas vet nuk e dinë se ku po shkojnë. Është ritmi i atij qyteti i tillë, është natyra kozmopolite e tillë. Ati ku ka shumë emigracion, ka dhe shumë dëshpërim. Shumica e njerëzve kanë le themi nostalgjinë të stamfuar në fytyrë, ke aziatikët, ke afroamerikanët, ke Europën lindore në masë, në një përkatësim kësaj pjese. Ke histori. Domethënë është një qytet që ka shumë histori, sjell një background shumë të larmishëm historik. Drejt. Sigurisht unë vazhdoj të lexoj vargje, ndërsa ju dëgjoj me shumë vëmendje, mundoj të kap vargje të cilat thon shumë. Për dritën, flet për dritën, punoj në minierat e tua, galeri plot labirinthe, trofe. Shikon dritën në shumë dimensione, deri në konceptin e trofes. Do thot dritë vështrim poeti, apo jo? Ai ka dhe një gjë, domethënë duke qenë natyrë, është i burr i urtë, dhe natyrë shumë fisnike, ai nuk ka hakrim ndaj botës, domethënë sensi kritik është shumë fin, ai ka mirënjohje, ka tepër mirënjohje. Unë i përmira gjithë elementet që e bëjnë goditse poezinë, fola për ironin, fola për sarkazmën, që i ka ndoshta instrumentet më të prerë në poezi. Por në gjithë këto, gjithkush një lexues i vëmendshëm arrit të lexojë dashurinë. Gjithë këto vinë përmes dashurisë, ka dashuri, ka mirënjohje. Shifeni mënyrën se si e përshkruan vendlindjen, atë ambientin autentik ku është rritur, prindrit, tjamën që ka pas idhull, ka qenë një model për te. Mitet, folkun, rritet e asaj zone, personalitetin, të gjithë karakteret që vinë nga fëmijëria e tij, janë tepër spikator, janë shumë karizmatik në llojin e vet. Janë burnor, e dinë se ç'kërkojnë. Domethënë ka një përshkrim të jashtëzakonshëm të skenave që lidhen me fëmijërinë, qoftë kur shpërngulen diku tjetër. Dhe Avniu i ka dhe në karakter këto tipare. Drejt. Më duket me interes përsa unë i lexova vargjet e Avniu, në fakt ato poemat nuk kam patur mundësi të lexoj, kërkova në net dhe nuk i gjeta, po më duket sikur ndoshta për shkak edhe të fundit të jetës, fundi i jetës përgjithsisht është dramatik për gjithë, e ka përjetuar, e ka parandjer fundin dhe shoh që ka në vargjet e tij ka dhe një lloj ose po themi një pasqyrim të këtyre momenteve, apo gaboj unë në leximin tim. Nuk them dot sepse duhet dish tamam kohën kur shkruaj poezia. Avniu ishte njëri mush me optimizëm, unë kur nuk kam parë sytë e tij me të një lloj vedije, a e kupton që ka që pata, e kupton, bile dhe në fund fare unë pata, mund të them fatin, që i takova në momentet e fundit, domethënë një javën e fundit jetës, a diçka e tillë.
e takova në spital që është pak minuta sepse ai ishte gjithkohon në kontroll shumë trept nga mjekët. Ishte i dobësor, po prap ai lëkurholli, them unë, ishte i hishëm në momentet e fundit. Edhe, domethënë, e lidh me këtë moment se them ai kur nuk e mendoj vdekjen, unë them ai kur nuk e mendoj vdekjen. Dhe e takova pak minuta dhe kisha frikë se nuk do të më njoh nga që ishte gjithkohon në efektin e qetësuesve, ishte në gjendje tran fizike. Erdi Luli, i tha të uta, edhe unë e takova, e përqafova, po, edhe ati shkëlqyen sytë, e unë them, a ju gëzu shumë atë moment që më takoj, po përveç se u gëzua që më takoj si person, se më donte shumë dhe unë e kam dashur shumë, e du prap shumë. Ishte dhe një bashkëpunim për... Ishte poezia, dhe më thënë, aji me zi priste momentin, dhe unë mendoj që datë sekund kër më takoj, dhe më thënë, kishte iden që, oke, sa të liron për i kësaj gjës, kjo gjë është për të hequr, diçka për të hequr, dhe më thënë, sa të liron për i spitalit, sa të liron për i kësaj barrit cikleqme që është trajtimi në spital, smundja, gjitha këta, do t'i kthejmë poezisë. Ne na lidhi diçka që ishe shejt për te, ishte poezia. Unë i kujtoja poezin. Më thënë, unë shifja të ka vëniu gjithmonë atë optimizmi që unë do t'i kthejmë kësaj gjës. Kjo është ajo që ka jep më tepër kuptim jetësime. A i kish shumë gjëra për të qenë i lumtur. A i kish një familje të mrekullueshme, kish një bashkëshorte të mrekullueshme, kish 2 fëmijë të mrekullueshëm. A i bënte një jetë shumë të mirë. Por natyra artistike e Avniut nuk mund të kënaqë, nuk mund të mjaftoj me një jetë mirë. Ai kërkonte shumë më tepër. Dhe Las Vegas ishte qytet që do ta adhuronte gjithkush në botë, domethënë qyteti i luksit, edhe qyteti i mëkatit në anën tjetër. Po një burr i lindur në mal, që ka malit krijon një tjetër vizion. Një burr që jetoi në Durrës, afër detit, dhe detit krijon një tjetër vizion. E përfitojnë se çfarë burgu është jetojsh në një qytet sado luksoze të jashtëzakonshëm mes shkretirës. Dhe po ta shohësh, ai ka një imazh kyç që është Joshua, është ai druri i shkretirës, mund ta kërkoni në internet, është dru tamam i tip gati kaktus i gjigant. Edhe ai se çka vetvete, domethënë është si trup i stërforcuar, si çfarë ka i stërmundu, ka diçka dramatike në vetvete si siluet druri Joshuas. Dhe jo më kot Avniu e përmend, domethënë herë pas herë referohet si imazh në poezi. Gati sikur me rin direkt identifikojmë me te. Edhe po ta marrësh është një drur i sjell nga gjithkund, edhe kur është i marrë i sjell nga shkretira. Metafore e emigrantit pra në një farë mënyrë. Çfarë duhet i themi lexuesve që ta marrin këtë libër, ta lexojmë nga pikpamja jo thjesht si redaktor, por dhe si vet poete, si një individ i cili ka komunikuar me autorin, ju thatë një javë përpara se të vdiste, mos gaboj. Unë besoj që i direkt arritat t'informoj audiencën për shumë gjëra që më lidhen me Avniun, duke kriju dhe një lloj prezantimi dhe me Avniun si person, edhe me Avniun si poet, edhe me një fenomen që është mos i zakonshëm në historinë e letërsisë shqipe 20 viteve të fundit, emigrimin. Shumë nga artistët dhe shkrimtarët shqiptarë kanë emigruar, dhe është mjaft interesante dhe ja vlen të lexojsh, të përpiqesh kuptojsh perceptimin e një autorit, një shkrimtarit, një artisti i cili e shef realitetin shqiptar nga një distancë. Është shumë më i pastër, është shumë më i saktë. Është si, ju e ke, për shembull, gjithkush nga ne ka shumë vështirë ta përshkruaj shpinën e vet nga brenda, ama duhet të shkputesh, të dash në distancë, të dallosh cilat janë edhe mënyrë krahasuese, me një tjetër, saktë. Cilat janë ato gjëra që na identifikojnë ne me historinë tonë personale, me historinë tonë kolektive, me kulturën tonë. Ja vlen, domethënë, të lexosh, të kuptosh botën e këtij njeriu, i cili e shef çdo gjë, ne i përkasim gjithë këtij realiteti nga një distancë e tillë. I cili e shef në mënyra të tij. Ka shumë ndjeshmëri, ka shumë dashuri, ka atë që thash dhe pak më parë, është vizionar në penën e vet. Avniu flet shumë bukur për shembull për ironinë e epokës kibernetikës. Do të thënë se si njeriu i sotëm, ndërsa avancon me teknologjinë, po bëhet shumë më i pandjeshëm ndaj gjërave tjera, ndaj njëri tjetrit, ndaj shoqërisë, ndaj gjërave të vogla që ne po i navlefsojmë nga dita në ditë. Që kanë vlerë të madhe. Në fakt po
Po, do më intereson të lexoja për gjithë ata që i po na ndjekin veprat e Avniut. Është dhe një pastanje shkrimtar Zia Çela, i cili ka njohur shumë më gjatë se unë, i cili ja njeh hollësisht veprën dhe është një pastanje shumë intriguese. Unë besoj ndoshta edhe Zia mund të ishte i ftuar në këtë studio për në folë më gjatë. Me shumë kënaqësi do dam. Po lexoj këtë moment kur të fundit të përmbledhjes së pastanjes. Avni Mule bëri mirë që përballë shpatës nuk veshi këmishën e hekurt. Avniu nuk u mbyll. Me intuitën e lindur të poetit dhe hapjen e vetëdijshme, ai s'u drejtua statujës lirisë si shënmërisht, duke pritur t'i binin manat nga qielli. Në një vend të lirë, poeti luftoi edhe vetë për lirinë, në radhë të parë për lirimin e vetvetes. Avni Mula e kujdes të çlirohej nga prangat e padukshme, ato më shtrëngueset për krijimtarin, prangat e autocensurës, dhe e filloi me një katarsis të dokumentuar artistikisht, ndërkohë që edhe sot e kësaj dite, besnik deri në dek, pra në vdekje, për monizmin, deri në dek, për vdekje është dek, më falni për dek, deri në dek për monizmin. Mjaft kolegë në Tiranë nuk kanë guxuar as ta përshpërisin më vete një fije ndjese. Nga ana tjetër, për fat mirë, ky teqim i poetit nuk u shoqërua me tjetërsinë artificiale, mutacione të dhunshme antiestetike, apo gjithçfarë epigonizmash, siç vërehet tek disa autor që për të dukur tashmë të rinovuar, e kanë transplantuar diktaturën me demokraturën, artin me përçartjen, komunikimin me lojën e fjalëve. Pra ka dhe një mesazh politik. Që ky arriti të ruaj stilin e vet, nuk le themi është që tregon një tregues të fortë karakteri krijues. Ai e ruajti profilin e vet si stil, ndërkohë që arriti të orientohet shumë qartë dhe bukur në gjithë, le themi, universalitetin e poezisë, një të tema që u përkupon njeriu në sotëm gjithë botën. Drejt. Okej, po bëj një lexim të veprave të Avniut. Valbona e 4, poezi 1971. Orët e mia, poezi 1977. Curila, poezi 1988, versionet e botëve 2003, Njeriu shkurtabish me drasën e gjatë mbi sup, Flamujt e kopshtit, Gërsheti i luftrave, dram, Sërish Gallicë, dram, Njeriu në Pain Station, pra poezi, Life Statue, poezi, duhet jenë anglisht këto, Njeriu me bombull, poezi, Krizat, poezi. Ka rujt përgjithsisht, si që është Pain Station, janë rujt frazat, emrat, janë rujt nga anglisht për me rujt në një farë mënyrë për me sjellë të një lloj emocionit freskët. Por nuk është se është... Nuk është në anglisht. Dhe si Penn Station është anglisht, për mund të është stacioni Penn. Po Penn Station pëse është i tillë emri i stacionit. Drejt, nga stjone. Okej, besoj që në një farë mënyre të gjithë ata që na ndjekin do bënin mirë përveç se interpretimit të redaktores e cila dhe si kolege dhe si mike ka punuar me mjaft pasion, të lexojnë librin e Avni Mulejt, Njeriu në Penn Station me poezi. Unë përsa e lexova, unë ndjeva në një det mendimi, në një det rrjedhash logjike të një poeti në raport me jetën. Në farë mënyrë edhe me vdekjen, kush jeton në një farë mënyrë edhe do vdes. Sigurisht ne mund ta sjellim edhe një këndvështrim tjetër me shkrimtarin e njohur zotin Zia Çela, por ju falenderoj që latë agendën tuaj të ngjeshur dhe erdhët për të folur për një vepër që unë besoj që vlen. Faleminderit që kënaqësi është. Dhe gjitha, sigurisht mund ta lexojnë dhe gjithë secilit perceptoj diçka nga momenti i poetit. Ne e bëjmë në omazh. Sigurisht vlen për të lexuar dhe për të mësuar nga radhët e një poeti. Poema, sigurisht momente poema nuk ashtu, po besoj që mund të gjeni në internet apo në libraritë e ndryshme. Ky poet vlen të lexohet. Ju falenderoj dhe ju që ishit me mua. Mirupafshim.